والشجاعة قد كان خير صديق مصدق وصادق وكان نعم الرفيق بالجود والشجاعة قد كان خير صديق مصدق وصادق وكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاة وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ska dyshim se tër falenderimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Paqja dhe mëshira Allahut xhalla wa ala qoftë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me të mirë derisa u erdh vdekja atyre dhe do ta pasojnë këtë sunet deri të vijë njeriu I fundit. S'ka dyshim se Allahu subhanahu wa taala I dërgoi këtë amanet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muhammed Mustafas salawatullahi rabbi wa salamuhu alaihi, për shkak se e pa se ai ishte më meritori që të jetë vula e pejgamberijës. E pa se ai është më meritori që të jetë pejgamberi I fundit. Dhe e zgjodhi Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam për veten e tina, dhe me këtë e ndëroi pashtu duke I dhënë këtë nder të madh, këtë mu'gjizë të cilën ja dhuroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vulën pejgamberike dhe vulën e krejt librave të Allahut subhanahu wa taala, Kur'anin. Pra, Kur'ani është aq I mirë, aq me vlerë sa që duhet të jetë të një njeri I cili është me vlera dhe virtyte të larta. Po ashtu duhet të jetë edhe tek një njeri I mençur dhe tek një njeri I cili din me ofrue me ofertën, me mënyrën më të kuptueshme, me mënyrën më të mirë dhe më të pranuar tek njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I plotësonte të gjitha këto cilësi dhe ishte njeri më me strategjinë më të mirë, saqë dinte në mënyrë të thjeshtë dhe efikase që ta mbante harmonien në mesin e muslimanëve, harmonien imanore në mesin e shokëve të tij, sahabëve të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mënyra se si I zgjidhte Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam disa njerëz për disa punë konkrete, për disa punë të caktuara, jep me kuptue se dinte aq mirë ta ruante harmonien në mesin e shokëve, në mesin e sahabëve, sa që nuk mund të dikush prej tyre që të tregonte arrogant ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se I shehi ata duke thonë sam'an wa ta'a. Pra, Allahu subhanahu wa taala than Kur'an, sikur ti o Muhammed të ishe I ashpër me ata, jo vetëm me mushrikët në transmetimin e fjalës së Allahut azza wa jall, por edhe me sahabët edhe me muslimanët, sikur ti të tregoheshe I ashpër dhe të flisje aty ku nuk duhet flitur, atëherë edhe ata sahabët edhe shokët e tu do t'i gjeje duke e ul kokën, duke u largue, duke u skenju prej teje. Pra, metoda të cilën e përdori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tina ishte metoda më e mirë dhe më efikase në ruajtjen e harmonisë imanore, të cilën metodë e mbjelli në zemrat e sahabëve, në zemrën e çdo shoku të tij. Dhe këtë e bëri me strategjinë më të mirë, kur në mesin e tyre nuk e përzgjedhte vetëm Omerin, apo vetëm Abu Bekrin, apo vetëm Uthmanin e Aliun, apo vetëm. Mirë po,
doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë para tyre dhe tha, kush prej juve e ndihmon Allahun dhe pejgamberin e tina, e ka këtë shpërblim. Kush prej juve e kryen këtë punë, e ka këtë shpërblim. Për njënin prej sahabëve u tha një laf, një fjalë e madhe prej Omer ibn Khattabit radiallahu ta'ala anhu. Ajo ishte: haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdillah ibn Hudhafa wa ana abda'u bidhalika. Është hak për çdo musliman që ta puth kokën e Abdullah ibn Hudhafas, ta puth mballat burr, dhe unë jam i pari që do ta filloj. Këta e tha Omer ibn al-Khattabi. E pse e tha? Kush ishte ky burr për të cilin Omeri radiallahu ta'ala anhu, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak të zjuarësisë së tina, tha: Omer, sikur të kishte të dërguar pas meje, do të ishe ti, o Faruk, o ti i cili din mirë që ti ndash gjërat. Për shkak se Allahu i dha ilham, inspirim Omerit radiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Hudhafa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve doli para shokëve të tij, i të bëj ata, dhe pasi që e falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala, hutben, fillimin e hutbes të çdo fjalimi që e mbante pejgamberi alayhis salam, tha kështu: amma ba'du, dhe pastaj, fa inni uridu an ab'atha ba'dakum ila mulukil a'ajim. Una du që disa prej juve t'i dërgoj tek mbretrit të cilët ishin në atë kohë. Fala takhtalifu alayya, mos më kundërshtoni mua, mos u ngritni kundër meje, mos e ktheni mbrapa urdhrin dhe ata që po ju them, kama ikhtalafat banu Israil ala Isa ibn Maryam. Mos më kundërshtoni sikur se e kundërshtuan banu Israilet Isa alayhi salam. Faqala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, than shokët e pejgamberit alayhis salam: nahnu ya Rasulullah, ne o i dërguari i Allahut, nuaddi anka ma turidu, kena me tu në vend çdo gjë që ti dëshiron. Fab'athna haythu shi'ta, dërgona ku dush neve. Sikur se i than ansarët, nëse ti ja mësyn detit, o i dërguari i Allahut, na jemi pas teje. Nëse ti ja mësyn detit, wallahi na pas teje jemi. Edhe këtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: unë po du që një grup t'juvin me dërgue me risalet e mia, me librat të cilat do t'i shënoj për çdo njanin, du që t'i dërgoj tek mbretrit e dynjas. Mos e ktheni urdhrin tem të mas. Mos e ktheni, mos mu largoni prej këtu. Sikur se u larguan, sikur se e lan, sikur se kundërshtuan banu Israilet Isën të birin e Mariamës. Ishte viti i 6 pas hijretit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i të bëj sahabët dhe i përzgjodhi disa prej tyre që ta dërgojnë në vend këtë amanet. Amaneti nuk ishte i lehtë, ishte shumë i vështirë, sa që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte rrezikshmërinë e lartë që kishte ky amanet me çun vend. Ata sahabë të cilët i morën këto amanete, ata nuk e dinin gjuhën e atyre të cilët shkonin, nuk e dinin zakonin të cilin e kishin ata, dhe nuk e dinin se çka do t'i prisje për para tyne. Pra, është thënë kështu: innaha rihlatun khatira. Ai ishte një udhtim i tmerrshëm, udhtim i frikshëm shumë. Adh-dhahibu fiha mafqudun. Ai i cili shkonte në këtë udhtim u llogariste
në mesin e njerëzve se që ky e humbëm qëta, që ky humbi më, ky nuk kthehet më, kurse wal aidu minha mauludun, ai I cili kthehej prej këtij udhëtimi ishte sikur se të lindte për s'dyti. Ishte sikur se të lindte për s'dyti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I përzgjodhi 6 prej sahabëve. Njëri prej tyre ishte Abdullah ibn Hudhafa. Këti Abdullah ibn Hudhafës ja dha letrën, ja dha risalen, mesazhin që t'ja dërgonte njërit prej njerëzve më të tmerrshëm të kohës, ishte Kisra, mbreti I Fursit. Abdullah ibn Hudhafa e boni gati mjetin e udhëtimit. E shtrëngoi mirë. Mori çka pat nevojë me vete. E përshëndeti gruën e tina, sepse nuk e dinte se a do të kthehej më me e pa. E përshëndeti edhe të birin e tij. E mor devën apo kalin edhe u nis drejt Kisras. E dinte rrezikin që po e pret. Mirë po, ajo të cilën e kishte me vete ishte amanet I Allahut. Men ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Kush e pason pejgamberin Allahut azza wa jall, e ka pasu Allahun azza wa jall. Pra amaneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte amanet I Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai, edhe pse ishte e vështirë dërgimi I këtij amaneti në vend, ai e ndjente krenarien se mund përzjodhe pejgamberi alayhis salam. Subhanallah. Këso burra e quan islamin dhe amanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vend. Dhe në duart e tyre ishte e lidhur krenaria, në zemrat e tyre buronte iman. Allahu vazhdimisht shikonte në zemrat e tyre, për shkak se ishin 100% të lidhta me Allahun subhanahu wa taala. Bereqeti ishte në duart e tyre, në veprën të cilën e punonin ata. Sepse punonin pa hile dhe punonin me një qëllim, vetëm e vetëm që fjala e Allahut subhanahu wa taala ajo të triumfonte dhe jo fjala e tina. Vetëm e vetëm që amaneti Allahut shkon të në vend, dhe jo amaneti jam, dhe jo fjala jam. Vetëm e vetëm që fjala e Allahut I zbuste zemrat e njerëzve, për shkak se ato zemra, ata trupa, ata njerëz, nuk janë krijuar për diçka tjetër vetëm se që ta adhurojnë Allahun. Dhe ata, sahabët, u mundonin që vazhdimisht në mënyrën më të mirë, më të duhur, sikurse e kishin mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ta transmetonin edhe t'i thërrisnin njerëzit në mënyrën më të mirë, më të duhur. Ones Abdullah ibn Hudhafa dhe vazhdimisht kalon të kodra të larta, e lugina të thella, derisa erdhi në mesin e njerëzve të Kisras. Kur afrohet tek njerëzit e Kisras, kërkon leje që të hyjë te Kisra. I shkoi lajmi Kisras dhe I treguan se dikush prej arabëve don që të takoj tyje. Atëherë Kisra urdhroi që të përgatitet mirë pallati I tina, froni I tina, të zbukurohet mirë. I ftoi njerëzit të cilët I kishte përreth dhe e priste që të hyjë Abdullah ibn Hudhafa. I dha leje që të hyjë. Hyri Abdullah ibn Hudhafa. Ishte me një petk të hollë në trupin e tina. Ishte me shallën të cilën e kishte lidhur në kokën e tina. Taman njeri I thjesht prej të thjeshtëve të muslimanve. Njeri I thjesht. Mirë po në supët e tina ishte krenari. Prej zemrës e tina buronte iman e trimëri. Ato supe
mbanin një burni që Allahu e përmendi këtë burni deri në ditët e sodit. Dhe do të përmendet për shkak se ishte prej sinceritetit më të lartë që kishte Abdullah ibn Hudhafa. Për shkak se ishte shok dost i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se çoi në vend amanetin e Allahut dhe Allahu s'ta hu mundin. Dhe e përmendi Allahu edhe sot në ditët e sodit. Dhe ne marrim burri prej burrisë Abdullah ibn Hudhafës. Dhe do të përmendet në mezhliset e njerëzve. Edhe pse ishte para një perandori, para një mbreti i cili kishte fuqi të jashtëzakonshme, saqë nuk i dërgonte dikujt letër Kisra vetëm se i nënshtronte me letër, me risalën që e dërgonte, për shkak të forcës, fuqisë së madhe që e kishte njerëzve, ushtrisë e përgatitjes e kështu me radhë. Kisra i tha njërit prej shërtorëve të tij, shko merr letrën prej Abdullahut dhe bëma këtu. Tha Abdullahu, pasha Allahun, unë këtë amanet e ku marr prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e ku marr amanet mi a dorëzu në dorë Kisras. Nuk ka shans dikush ta merr këta prej dorës tem për vetë se kam ja dhënë në dorë Kisras. Nëse e pranon në dorë mirë. Kështu e kam amanetin unë. Vendosmëri e plot. Kisra tha, atëherë liroja një rrugën, le të vjen, le ta kryjnë amanetin e tina. Erdh dhe ja dha në dorë Kisras. Kur e pa Kisra se kjo letër ishte shkruar në gjuhën arabe, atëherë e thiri dika prej njerëzve të tij, të cilët e dinin gjuhën arabe, që ta lexonte dhe tia përkthente në gjuhën e tina dhe ta kuptonte se çka ka në këtë letër. Erdhi personi min ahli al-Hira dhe filloi me lexue letrën të cilën e kishte dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt Kisras. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirplotit. Min Muhammedin Rasulillahi, prej Muhammedit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ila Kisra adhimil Faris, drejt Kisras të madhit të Farisit. Salamun ala man ittabi'a al-huda. Paqja Allahut qoft mbi ata i cili e pason udhëzimin. Momentin që e niti Kisra se me ka kishte fillue. Nuk e kishte fillue me Kisran, po e kishte fillue min Muhammed, prej Muhammedit. Atëherë ju kuq ftyra, e hypi nervoz e madhe Kisras, e fillun me i dal njerëz prej asaj nervoze, prej asaj temperature, sa që urdhroi e marr atë letër prej dorës së përkthysit dhe e coptoi copa. Tha, kështu e ka fillue një rob prej robërve të me, letrën drejt meje, a prej vetës e ti pas ka fillu, edhe urdhroi që ta nxjerrin jashtë Abdullah ibn Hudhafën. Abdullah ibn Hudhafa e çoi në vend amanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk najti në atë vend vetë se e thani laf. Wallahi ma ubali ala ayyi halin akunu ba'da an adaitu kitab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tash nuk mërzitëm se çka në cilën gjendje ka me romo. Çka ka me ndodh me mua, nuk mërzitna. Për shkak se e çova në vend librin, letrën, dërgesën, mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa rakiba rahilatahu wa intalaq. Hypi në mjetin e tij të udhëtimit dhe u nis drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah ibn Hudhafa Unes u largue prej fronit të Kisras, prej njerëzve të Kisras. Unes drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kisra u qetësu pak dhe i urdhëroi njerëzit që të dalin dhe ta lypin Abdullah ibn Hudhafën, ta kërkojnë ata dhe ta sillin për shkak se kishte lexuar letrën se çka konto. Nuk e kishte marrë amanetin, për shkak se e mbuloi, e kapi nervoze madhe. E mujti nervoza, e humbi dynjan dhe ahiretin. Nuk e pranoi udhëzimin e Allahut azza wa jall. E ndëgjoje se çka i ndodhi prap Kisras. Pasi që e coptoi letrën e pejgamberit alayhis salam, letrën e Allahut, mesazhin e pejgamberit të Allahut te e coptove, atëherë mbriti Abdullah ibn Hudhafa. Njerëzit e Kisras nuk mujtën me gjetë Abdullah ibn Hudhafën për shkak se kishte ec Abdullah ibn Hudhafa herët. Mbriti Abdullah ibn Hudhafa te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ardhi pejgamberi alayhis salam, tha ja Rasulullah, une e qova në vend amanetin të cilin te ma ke dhënë. Tha, kur e mor Kisra ata letrën të cilën te e kishte dërguar të ai, e coptoi copa. Tha pejgamberi alayhis salam, mazzaqallahu mulkehu, Allahu ja coptoft atina pushtetin e tij. Kisra nuk mujti me arrit Abdullah ibn Hudhafën. Atëherë i dërgoi letër Badhanit, mbretit të Jemenit, dosit të tina në Jemen. I dërgoi letër atina dhe i tha, dërgoj 2 njerëz të fuqishëm tek Muhamedi në Medinë, dhe urdhëroje ata që ta marrin me veti dhe të ma bin mua të froni jam. Këto të pushteti jam, të kam të mija. I mor Badhani 2 prej burrave më të fuqishëm të popullit të tij dhe i dërgoi me letrën e Kisras te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkuan këta 2 burra, i than, inna Melike al-Muluki, i than pejgamberit alayhis salam, po para se me shkue ata në Taif takohen me kurejshitet e Mekkës. Mekke ende nuk ishte e çliruar në atë kohë. U takuan me kurejshitet e Mekkës dhe e pyetën se ku mund ta gjej Muhamedin. Ata i treguan që mund ta gjesh në Yathrib, në Medinën e pejgamberit alayhis salam. Për shkak se kena një mesazh prej Kisras drejt Muhammedit. Mushrikët e Kurejshve u gëzuan shumë dhe e bënën fest atë lajm. Shkuan në Mekë duke i përgëzuar mushrikët tjerë, Kurejshitët, duke u thënë atyre se le të gëzohen sytë e juve, përgëzime për juve, myshde, për shkak se Kisra i ka thue fjalë Muhammedit dhe ju mjafton juve e neve sherri i Kisras ndaj Muhammedit. Ju mjafton sherri i tina që ka me godit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata u gëzuan. Kur shkuan këta 2 persona te pejgamberi alayhis salam, i than, inna Malika al-Muluki, vërtet mbreti i mbretërve, Kisra, kataba ila malikina, ka shkruar një letër drejt mbretit ton, Badhanit, an yab'atha ilayka man ya'tihi bik, që të dërgoj dika të cilët do ta marrin Muhammedin dhe do ta dërgojnë te Kisra. E na kena ardhur tek ti. Atëherë hajde me neve. Nëse vjen me neve, na kena mi fol Kisras për tyje fjalë të mira. Edhe kena me nal zullumin e tina ndaj teje. E nëse nuk vjen me neve, atëherë dije sa ajo është Kisra. Ti e din kuvetin e tina, ti e din fuqin e tina, ti e din se sa ka mundësi ai, ti e din se nëse nuk i përgjigjesh atina, atëherë në dorën e tina është shkatrimi yt dhe i popullit ton. Fabtasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
e pejgamberi alayhis salam buzëqeshi dhe ju tha atyne, atëherë hajdi nesër, kthenu tash tek vendi juve ku jeni kanë të banu, dhe hajdi nesër në këtë vend. Kur erdhën ata, i than pejgamberit alayhis salam, kur erdhën nesrit, ai e bu gati për me ecë, me shku e drejt Kisras. Pejgamberi alayhis salam ju tha me një haber, me një lajm: "Lan talqiya Kisra ba'da al-yawmi, falaqad qatalahu Allah." Nuk do ta shihni Kisran mas sodit kur, për shkak se e ka vrarë Allahu azza wa jalla ata. Haythu salata alayhi ibnuhu Shirawayh, për shkak se ati i amori fuqijen, triumfoi kundër ti djali i ti Shirawayh, fi lejleti kada min shahri kada, në filan natën dhe filan mujin. Ata u ndalën, u befasun me këta çka e dëgjun. Edhe i than, ata shënojmë këta të cilën po e thute dhe t'ja dërgojmë Kisras na. Tha po. Wa qula lahu. Tha edhe shënën e këta, edhe thuni mbretit ju Badhanit: "Inna dini sayablughu ma wasala ilayhi mulku Kisra." Vërtet feja jam, dini të cilin unë e pasoj, dinin me të cilin unë jam dërguar, do të arri atje ku ka arritur mbretëria dhe froni dhe pushteti i Kisras. Wa innaka in aslamta a'taytuka ma tahta yadayk. E ti, nëse bëhesh musliman, do të adhuroj ata të cilën ti e kinën pushtetin tënë. Wa mallaktuka ala qaumik, edhe do të bëj përsëri pris dhe mbret në popullin tënë. Dolën këta dy persona dhe u nisën drejt Badhanit. Shkuan te Badhani dhe i treguan se Muhamedi na i tha këto fjalë, se Shirawayh e pas ka vrarë babën e vet Kisran në filan ditën dhe filan mujin. Tha, nëse e ka thonë të vërtetën, atëherë ajo është nebi, i dërguar, pejgamber. Mirë po, nëse nuk e ka thonë të vërtetën, atëherë presim se çka do të veprojmë, se çfarë përgjigje do t'i kthejmë na Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk shkuan pak ditë dhe erdhi letra prej Shirawayhit, djalit të Kisras. Amma ba'd, dhe pastaj, faqad qataltu Kisra, una vërtet e kam vrarë Kisran, wa lam aqtulhu illa intiqaman li qaumina. Nuk e kom vrarë ato për vetë se me e mbrojt popullin ton, për shkak se ai filloi me i vrarë djemt ton, filloi me bo zullum, filloi me i leju e gratë tona, filloi me e marë pasurinë e njerëzve, dhe une e kam vra ata. E nëse të vjen ty letra jeme, atëherë përgjigju letrës sem. Momentin që e dëgjoj, momentin që e lexoj të plot Badhani, mbreti i Yemenit, e tha shahadetin dhe hinin islam. Të vërtetën e pas ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe hinin islam, dhe paria e Badhanit në Yemenin, e sotëm ku jetonin ata, e pranuan islamin. Kjo për shkak të sinqeritetit, për shkak të trimërijës, për shkak të guximit dhe sinqeritetit të cilin e kishte Abdullah ibn Hudhafa në transmetimin e amanetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mbaron këtu. Ngjarja e Abdullah ibn Hudhafas. Nisën muslimant drejt një lufte të fuqishme kundër romakëve. Mbreti romakëve
i kishte porositur ushtarët e tina që gjithë qysh ta merrnin për rob dika prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kishte qenë caktim që ai rob të jetë Abdullah ibn Hudhafa dhe disa prej muslimanëve. Një numër i madh i muslimanëve ran rob dhe i treguan të madhit të romakve se ne e kemi zanë rob Abdullah ibn Hudhafen, i cili është shok prej shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë tha bënë këtu. Faqala lahu, i tha atina Abdullah ibn Hudhafes, a'ridu alejke an tatanassar, po ta paraqes tyje që të bëhesh i krishter. Fa in fa'alta, nëse ti e vepran këtë gjë, atëherë khallaytu sabilaka wa akramtu mathwak. Nëse ti e vepran këtë gjë, nëse ti bëhesh prej të krishterëve, atëherë do ta liroj rrugën tyje, edhe do të jem bujar, do të nderoj ty me diçka të mirë. Faqala al-asiru, e tha, hejhat. Abdullah ibn Hudhafa, larg qoftë kjo. Wallahi kur, nuk ndodh kjo, nuk e vepran këto. Innal mauta la ahabbu ilayya alf marratin mimma tad'uni ilayhi. Pasha Allahun, vërtet që vdekja është më e dashur për mua 100 herë se sa ajo të cilën ju më thërresni drejt saj. Pastaj mbreti Kajseri i urdhëroi njerëzit që ta marrin Abdullah ibn Hudhafen dhe ta kryqëzojnë në kryq. Dhe ju tha atyre shigjetarëve, gjuni afër Abdullah ibn Hudhafes, gjuni afër duarve të tij. Ata gjunin afër durve, nuk e rroknin. Abdullah ibn Hudhafes nuk ju tremte syri. Nuk tutët një zemër e cila e ka të plot madhërinë e Allahut azza wa jall në veten e saj. Nuk tutët ajo zemër. Nuk nënshtrohet një zemër e cila ju ka nënshtruar në mënyrë të plot dhe besnike Zotit të botrave, Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk nënshtrohet ai gjyks, të cilin gjyks e ka hap Kur'ani, dhe pranvera ati gjoksi është libri i Allahut subhanahu wa ta'ala, Kur'ani. Nuk nënshtrohet ai gjyks. Dhe nuk e ul kokën një burr sikur se Abdullah ibn Hudhafa. Nuk nënshtrohet ai. Atëherë i urdhëroi shigjetarët që të gjuanin afër këmbëve të tij. Ata fillonin të gjuanin. Mirë po, e kot, në këtu të Abdullah ibn Hudhafa. I ofroi tër pasurien. Tha, o Abdullah, nëse ti bohesh i krishter, atëherë, unë ty kam të bëhe ortak në mbretrin time. Tha, vallahi, edhe nëse krejt dynjan, komplet që ka konë të, edhe mbretrin tane, ma jep, unë asa qele më shel syt, nuk i bi pishman prej asaj të cilën jam une. Atëherë, kur e pa këtë vendosshmëri të madhe, i tha, mbreti romakve, shërptorëve të ti, që ta bin një kazan të madh, të cilin e kanë mbush me vaj, dhe ta qesin mbi zjarr. E kur filloi me vlue me të madhe, urdhëroi që të vinë 2 prej muslimanëve. I sjellën 2 prej muslimanëve. Në sy të Abdullah ibn Hudhafes, ata 2 prej muslimanëve u hedhën në këtë vaj të nxehtë. Për disa sekonda e pave ti se mishi u da prej ashtit, për shkak të temperaturës së jashtëzakonshme që kishte vaji.
Kur i ardhi radha Abdullah ibn Hudhafës që ta hedhin në vaj, lotuan sytë e tij. A lotun prej frikës? A i kishte frikë vdekjen? A friksohej a i se la pas vete pasuri, la pas vete grua e fmi? Jo, vallaj, nuk e bëri për këta. Njerëzit, ushtarët, shërbëtorët e Kajserit, e panë se prej syve të Abdullah ibn Hudhafës pikun lot, dhe than Abdullah ibn Hudhafë po friksohet. Tha sill mani këtu. Kur e pruni, tha u friksove? Tha jo, pasha Allah, nuk u friksova. Po tha, pse qajtje pra? Tha dënë me tregu pse qajta? Tha vallahi, qajta se unë e kam vetëm një shpirt. E jerdh koha që ati shpirti që të shkoj të Allah azogjen. Qajta si kur ti kisha pas 1000 shpirta. E momentit që të hidhet njani prej shpirtave, e të shkon të hidhet i dyti, e i treti, e i katërti, në mënyrë që të sakrifikoja për Allahun subhanahu wa ta'ala, shumë ma shumë se sa kaq që jam duke bo. Atëherë, i tha Kajseri, i madhi i Romës, e kam një kërkes për tyje. Nëse e vepron qatë kërkes, kam të liru tyje. Tha, cila është ajo kërkes? Tha, më mputh në balë. Nëse mputh në balë mua, të liroj tyje. Tha, a i liron edhe muslimanët tjere? Thuhet në një transmitim se ishin 300 prej muslimanëve. Tha, a i liron edhe muslimanët tjere? Jo vetë mu. Tha, ta ja besën se nëse mputh në balë, atëherë të liroj ty dhe krejt ata të cilët i ki ti me vete. Do t'i marrësh me vete dhe do të largohesh prej meje. Je i lirë. Këta e boni për shkak të muslimanëve. E puthin ball Kajserin. Dhe e liroj, e mbajti fjalën. E liroj Abdullah ibn Hudhafën dhe i liroj të gjithë ata të cilët ishin me Abdullah ibn Hudhafën. Kur erdhen te Omer ibn Khattabi, dhe njerëzit kishin fillu me fol për Abdullah ibn Hudhafën se e ka puth kokën e një zullumçari, e një armiku të Allahut. Atëherë Omeri radiallahu ta'ala anhu, momentin që e pa Abdullah ibn Hudhafën dhe i tregoj Abdullah ibn Hudhafë për ngjarjen të cilën kishte ndodhur me të dhe me muslimanët, dhe i tregoj se pse kishte vepru. Nuk i kishte vepruar për punën e tina, për çështën e tina, sepse nuk dorëzohet një burr i tillë, asnjëherë. Mirë, por kur e pa interesin e muslimanëve, kur e pa dobijen e madhe të muslimanëve, atëherë e veproi këta vetëm për shkak të muslimanëve, duke u bë urë prej urave të hajrit që të lirohen muslimanët. Dhe e puthin ball hatri i atyre të cilët ishin me ta. Tha, nëse i liron edhe ata tjerët, jo vetëm mu. Nëse më liron vetëm mu, vallaj nuk e puth Abdullah ibn Hudhafë, asnjëherë. Mirë po, nëse i liron edhe muslimanët edhe vëllezërit e mi, atëherë do ta veproj kërkesën tënde. Kur ndëgjoi mirë këtë lajm, Omeri radiallahu ta'ala anhu e tha fjalën të cilën është thënë për Abdullah ibn Hudhafën: Haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdullah ibn Hudhafë. Allahu akbar. Në njëri sikur se Omer ibn Khattabi tha, është hak për çdo musliman që ta puth ballin Abdullah ibn Hudhafës. Wa ana abda'u bidhalika thumma qama wa qabbala ra'sahu. Tha, unë kam e fillu i pari me këta për të cilën po ju them. Ngrit Omer ibn Khattabi për shkak të veprës madhështore, për shkak të burërisë, qëndrueshmërisë, e maturisë, edukatës dhe pjekurisë të cilën e tregoi Abdullah ibn Hudhafë. Ngrit në kam shahidi i muslimanëve, faruku i muslimanëve, emiri, khalifja muslimanëve, për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshmoi
hadithe për fadlin, mirësinë, madhështinë të cilën Allahu e kishte lënë në Omerin, për derën e hekur, derën e fuqishme që ishte derë e fitneve, derë të cilën nuk mund ta kalonin fitnet, sepse ishte pengesa më e madhe në mesin e muslimanëve për fitnet. Omer ibn Khattabi nuk kishte mundësi të dhezej fitneja. Dhe kështu, u çun kam dhe e puthi ballin e Abdullah ibn Hudhafës. O Zoti jon, na ndëgjum rastin e Abdullah ibn Hudhafës. Na nuk jena kam prezent me e puth kokën e tina. O Allahu jon, që ndorën tane është mëshira, ndorën tane është mundësia. Na e mundëso me mëshirën tane dhe bujarin tënde, që në gjennetin tënë ta puthëm kokën, ballin e ndershëm të Abdullah ibn Hudhafës. Allahu subhanahu wa ta'ala qoft burra në mesin e muslimanve, sikurse Abdullah ibn Hudhafë, burra të matër, burra besnik, të cilët e çojnë amanetin e Allahu dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vend. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.